boba nuk e ka prit aq mirë, ju që s'ka pos dëshirë, po dëshira e tij u konë që aj me ko pushkën me dole mal. Çdo herë kem nejnë zënë të luftës, nuk e kem lëshu venin, nuk e kem lëshu Kosovën, jena mundu me dhonë maksimumin për aq sa kena pos mundësi. Beteja për neve me dhimbshme, jo ma krenare, se na krenare na konsiderë që kena kop armën me luftu, për beteja me dhimbshme ka qenë kur nuk kena mujt me imbrojt shkaku i armatimit edhe i fuqisë madhe të asaj kohë të pushtetit serbe dhe të ushtrisë serbe. Jo, në personalisht nuk e kom njoftu. Kur im kthy në mbrëmje në shtëpi, i kom tregu babës, familjes, baba nuk e ka prit aq mirë, ju që s'ka pos dëshirë, po dëshira e tij u konë që aj me ko pushkën me dole mal. Po në kësaj radhe ja kom gravit babës, nuk e kam dalë para tina, vullneti si i ri, edhe kështu që ai nuk e ka prit mirë, ka qërtu pak. Pse unë e kom desh, pse ti me shkuat ti e i rije prej frike, se jo që s'ka pos dëshirë. Edhe kështu që ato ja kem fillu, mos i na nol deri në përfundim të luftës, do të thotë, çdo herë kem nejnë zënë të luftës, nuk e kem lëshu venin, nuk e kem lëshu Kosovën, jena mundu me dhonë maksimumin për aq sa kena pos mundësi. Po spori neve, na dhe para se me kysh direkt në shtëri, na kemi doli, kemi jop ata ushtarë që kanë qenë para se më kyshone, jemi doli me ata shuk që i këna omë për kroje, na për rëllje natës, kemi zavendësu nga një herë, dhe ato e kena morë pak a shumë prevojen, dhe pse se kena pos shërbimin në shtërak të krymë. Po, që ato e kena morë pak prevojen se si dohet, po vullneti. Krejtë vullneti, u konë që vullneti për me luftu, do mos s'kem ditë kur farë frikës nga ka dollë për por, as kur farë force. Betejat ma të dhëmshme për mu si ushtarë ushtrisë shëllimtore të Kosovës, për që ta ushtarë që kanë qenë, besej për gjithë ushtarët, ka qenë kur ofenzivat e mdoja serbe, kanë hinë fshat, i kanë marë popullatën civile, edhe nuk kena pas mundësi me imbrojt. Aja ka qenë beteja për neve me dhimbshme, jo ma krenare, se na krenare na konsiderë që kena kop armën me luftu, për beteja me dhimbshme ka qenë kur nuk kena mujt me imbrojt shkaku i armatimit edhe i fuqisë madhe të asaj kohë të pushtetit serbe dhe të ushtrisë serbe. S'kenja mujt me imbrojt, i kanë marrë familjarët e mi, familjarët e gjithë fshatit tem, kanë qëndru në një fshat të shilu thirë, ka një vend strem pak ma i sigurt, mendoj shumë ashtu, edhe i kanë nisë për Shqipëri, nuk kanë mujt të qojnë Shqipëri, i kanë nalë në një fshat thirët Kërnic, afër Klinës është. Atone me disa bashk luftetarët mi, kemi shku i kemi të rjek natën civilt. Nuk e di me numër, veç më i me thonë se kanë qenë numër shumë i madhë. Thuja se gati 70% që kanë qenë në fshatin të shil, me disa ushtarë në shku i kena të rjek. Mes post-blokëv serbe e shku i kena të rjek natën. Fatë bashkësisht kem pështu natë, kanë pështu gjithë pa, se të dojnë pa e therë në kam, edhe i kena silë prapë në të shil. Nuk e di so ka qenë e vështirë, po është një gjë, është sigurt që kemi pështu, si thojnë, është shumë interesant dhe sëtë kër e mendoj, thamë qysh ka mujtë me ndodhë. Kër e di se ku kanë qenë të vendosën, na mu i me thojnë akon krejt 7 vetë, 11 vetë, s'kena mujtë me koma shumë ashtarë, komplet popullatën civile e kena bardë prej fshatit Kërnic, i kena prunë dhe të shil, i kena hek prej rrëthimit forca serbe. Po vje rasti mas kësoj kohë, me bisedu se përveç me ata shokët e minë, nështë kush nuk e di këtë rast, po këja rast që ka ndodhë, mu ka ndodhë personalisht im konë, o konë një bashkëtetari imi dhe djallë shumë i afërt jemi, Shaqir Shala, Sahet Shala, Gjavit Shala, Zenel Shala, që ju konë bashkë me mu, që jasë një moment se më kanë lënë vetën. Falenderoj këtë rast mas shumë kohësh, publikisht, edhe ata kanë qenë ushtarë të ushtrisë shëllimtare, edhe në asnjë moment nuk më kanë lënë mu vetën, i kem do që thojnë ka fshatën e fundit të bukës me ta, edhe çdo të mirë, çdo të keq që gjatë luftës e kena përjetu me ta.
Kur kena arrit suksesën e kom shumë të lumtur, kena marrë forcë, kena marrë energji të reja, po suksesi më i madh, se por i kthejna prapë në temën kur i kena bërë civil, i kena prunë të shil, suksesi më i madh dhe lavdia më e madhe për neve, ka qenë kur krejt ata fshatare, bashkëfshatare, besa ka pas atjera zonat që kanë ardhur në Drenicë, na kanë përqafu nga gëzimi që kena mujtë me tërhiq për i kthejt rallë qetnikëve ose të paramilitarëve serbë.